Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Në dersën e kaluam kemi fol se Allah Azza wa Jall në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sunet kanë përmendur shumë tekste, pra kanë ardhur shumë tekste në të cilat flitet për ngjarjet të cilat do t'i paraprin ditës së Kiametit, që kanë të bëjnë me fitnë të ndryshme, me lufta të ndryshme, betejë të ndryshme, por edhe me shenjat në përgjithësi. Dhe shtrohet pyetja, a lejohet që këto tekste, të cilat kanë ardhur në Kur'an apo në Sunet, e sidomos në Sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a lejohet që me i praktiku, me i apliku në realitetin sot për ditë. Domethënë një tekst nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili flet për një ngjarje të caktuar që ka më ndodhur. Dhe ngjarje është ngjarje e madhe, për ngjarje të mëdha që do t'i paraprin ditës së Kiametit, sikurse për shembull shfaqja e Mehdiut ose hadithet e tjera. A lejohet që ne t'i praktikojmë, t'i aplikojmë në jetën tonë të përditshme, duke thënë se tash ka ardhur koha e kësaj ngjarjes. Tash ka ardhur koha e shfaqjes së Mehdiut ose në përgjithësi aty në teksteve që kanë ardhur për ngjarjet para ditës së Kiametit. Këtu i kemi dy lloje të njerëzve, ose dy lloje që janë në skaj dhe një që është në mes. Një skaj i cili e tepron me zbritjen edhe me aplikimin e këtyre teksteve në realitetin objektiv, fillimisht duke e përfituar në ngjarje të caktuara, duke i përmend ose duke i dhënë role të ndryshme personazheve të ndryshëm, duke bërë një skenar të caktuar dhe pastaj duke u munduar që këto hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi apliku në këto ngjarje. Mi përmend dhe mi thonë se këto ngjarje, domethënë aludojnë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë këtyre ngjarjeve. Domethënë vend pa vend duke tepru edhe duke u munduar që tekstet mi apërshtat tekave dhe dëshirave, që aje ka përfituar në mendjen e tij. Në anën tjetër, kemi një grup tjetër, i cili thotë asesi nuk bën me praktiku edhe me apliku hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat kanë ardhur për ngjarje madhore që do të ndodhin nesër para ditës së Kiametit, nuk bën me apliku edhe nuk bën me i zbrit ato në jetën tonë përditshme, dhe kushdo që mundohet me zbrit, atëherë ai konsiderohet që është duke manipulu me tekste, është duke manipulu me hadithe, është duke përdor këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi grupi mesatar, i cili thotë që lejohet me apliku këto tekste nga Kurani e sidomos nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në realitetin ton objektiv, mirë po duke u përmbajtur rregullave që kanë përcaktuar dietarët, sahabët e pejgamberit alayhis salam, tabiin, dietarët e mëdhej. Këta janë njerëz mesatar, të cilët thonë se lejohet aplikimi dhe lejohet zbritja, mirë po me kushte të caktuara. E nëse nuk i përmbahet dikush rregullave dhe flet pa dije, atëherë refuzohet kjo prej tij. Kjo mesatarëve, është ajo që do ta vërejmë se ka qenë praktik e sahabëve të pejgamberit alayhis salam dhe dietarëve të ndryshëm. Për këtyne, për shembull, që përmendet se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzve ka përmend Dejjallin, edhe ka thonë se Dejjalli ka me dalë, edhe prej cilësive të tij janë kështu, cilësitë e Dejjallit. Dhe disa prej sahabëve e kanë pa një njeri i cili ka qenë Dejjall, por ai Dejjall, se fjala Dejjall ka kuptimin mashtrues, rrënacak, gënjeshtar. Ka qenë një hebrej në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka pasur emrin Ibn Said. Dhe kanë dyshuar se mos Ibn Said ose Ibn Sayyadi është në të vërtetë Dejjalli, saqë disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë betuar se ai është Dejjalli. Mirë, pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguar se nëse ai del, ndërsa unë jam mesin juve, atëherë unë kam të kundërshtu. Unë i mjaftoj juve dhe do ta kundërshtoj ata.
Pra, domethënë disa prej sahabeve që përmendet në hadithin e Xhabirit edhe disa prej të tjerëve, përmendet se disa prej tyre janë betuar se Ibn Sayyadi ka qenë dejjall. Pra, ju mundu me apliku. Pastaj kemi ngjarjen tjetër, ngjarjen e dejjallit i cili, po, domethënë hadithi vetëm se një hadith tjetër, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se dejjalli ka më ardhur në ditën e Kiametit dhe do ta vendos tendën e tij në vendin aty afër Medinës. Domethënë në vendin el-Jurf. Sa tek kësaj dite ekziston vendi Jurf, Sabikhatul Medina. Vend, domethënë ku është Jurfi, thonë në Arabi Saudite, tash ka hyrë në Medinë, aty do ta vendos tendën dhe pastaj Medinja do të dridhet 3 herë dhe do të del çdo munafik dhe çdo munafike. Mirë po, në mesin atyne që do të del edhe do të përballet në dejjallit është ai djaloshi i cili ka qenë besimtarëve më të mirë atë kohë. Një djalosh nga Ehlul Medine, nga banorët e Medinës. Dhe pasi që ai do të thotë se ti je dejjalli, ai do ta copton, do ta marr shpatën, do ta copton, do ta shkput, do ta pren për gjysmë. Dhe pastaj do të thotë atyne, ç'është është ngjarja e njohur. Domethënë do të thonë njerëzve që ai në çose unë këta e bëj që me vdek, pastaj e ringjalli, ai më besoni do të më besoni se unë jam Zoti juv, ata e pranojnë. Pastaj e prejnë këta, e mbyt, e ndan për gjysmë, për me tregu se me të vërtet kë ka vdek, dhe pastaj ordon që më ringjall. Allah azza wa jall, më thonë si fitnë për njerëz, më thonë e bën që ky me edhe një herë më rikthy në jetë. Dhe kur tenton e thotë ai tash i bindur se unë jam Zoti, ai thotë që tash jam i bindur edhe më shumë, më i bindur se ti je dejjalli për të cilin na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ky person e ka apliku, e ka zbrit këtë hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu për dejjallin, do ta zbret nesër në personin konkret, në personin e caktuar. Si do të thotë, ka mundësi që njeriu nga një herë disa ngjarje, disa hadithe që kanë ardhur me apliku në ngjarje të caktuara. Po ashtu për shembull në hadithin e Asma bint Abi Bakr. Asmaja, vajza e Abu Bakr. Ka ndodhur një herë një histori në kohën e Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, i cili e pa sulmu Abdullah ibn Zubairin dhe e pa të mbyt Abdullah ibn Zubairin. Abdullah ibn Zubairi ka qenë djali i Asmas, djali i Asma bint Abi Bakr. Në atë kohë Asmaja ka qenë e vjetër, e moshume, dhe Abdullah ibn Zubairi, domethënë ishte shku në Mekë, pastaj Hajjaji e pa të organizu një ushti të madhe, e pa sulmu haremin dhe e pa të mbyt Abdullah ibn Zubairin. Pasi që e mbyt Abdullah ibn Zubairin radiallahu anhu, shkon të Asmaja, të nona tina, e ka qenë e verbër. Dhe i thotë, domethënë e pyet edhe zhvillohet një farë dialogun mes tyne, po në mes tjerash Asmaja radiallahu anha i thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se në fisin Thaqif ka më dalë 2 njerëz. Njëri prej tyre është gënjeshtar, shumë i madh, tjetri është katërimtar. Sa i përket, thotë gënjeshtarit e kemi pa. Ai ka pas për qëllim Mukhtar ibn Abi Ubaida al-Thaqafi, i cili ka vdekur aty rreth vitit 65 Hijretit, i cili është mbyt rreth vitit 65 Hijretit, dhe Mukhtar ibn Abi Ubaida al-Thaqafi ka qenë një rënacak i cili ka pretenduar në fund që po i vjen Xhibrili me shpallje. Dhe pastaj është mbyt, është vrarë. Po ka qenë një rënacak i madh dhe ka bëu fitnë të madhe. Thotë se përket këtina të pari që është gënjeshtari kemi pa, ndërsa se i përket të dytit, shkatërrimtari thotë nuk mendoj që ky njeri është tjetër përveç se ti. Edhe thotë transmetuesi thotë se është ngrit Hajjaji dhe si ka fol fare Asmas, nonës së Abdullah ibn Zubairit. Sa do të them me këtë? Po do të them se Asmaja këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka treguar se pas vdekjes së tij na ka më dalë në fisin e Thaqif, edhe Hajjaji edhe Mukhtari kanë qenë të fisit Thaqif. Domethënë në fis atje të Taifit, fisi Thaqif është i njohur, fisi Thaqif është i njohur për fisëve të Taifit dhe për këtij fise ka më dalë 2 persona dhe e ka aplikuar në personin e caktuar. Po edhe në kohërat e sotme ka dietar të cilët jo mundu me i
me I komentu hadithet, disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne po flasim këtu më shumë për hadithet të cilat flasin për shenjat e vogla të kiametit. Dhe do të vjen kënë pikën vijuese se këtu zakonisht janë këtu ngjarje kanë të bëjnë me shenjat e vogla të kiametit, jo me shenjat e mëdha të kiametit. Për këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la taqumu sa'a hatta tadhhara al-fitan ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل. Ka thonë nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqen fitnet të ndryshme, do të shfaqen fitnet dhe do të shtohet rrana, gënjeshtra, do të afrohen tregjet, do të shkurtohet koha ose do të afrohet koha dhe do të shtohet harxhi, kur është pyetje çka është harxhi është, ka thonë vrasja e shumt. Do të thonë vrasja e madhe. Këtu të kjo, wa tataqarabu al-aswaq, që do të afrohen tregjet, disa prej dietarëve sikur se Sheikh Ibn Bazi edhe disa që kanë jetuar në kohën e Sheikh Ibn Bazit që ka shkruar dikush rreth shenjave të kiametit, ka thonë se qëllimi me afrimin e tregjeve është ajo që ka ndodhur në këtë kohë. Domethënë me shpikjen e avionëve, të veturave, të mjeteve të ndryshme të transportit, pa edhe teknologjia sotme që ka të bëjë sidomos me internetin. Ky hadith flet për këtë kohë. Domethënë kanë aplikuar për këtë kohë, kanë e dhënë një farë interpretimi se për qëllim është për këtë kohë. Ka thënë këtu mundem me vrej afrimin e tregjeve në disa aspekte. Për këtyre aspekteve është domethënë ajo që domethënë shpejtësia për hapjes së informacionit dhe e dyta shpejtësia e lëvizjes për një vend në një vend tjetër, në një vend për shembull cilën dikush ka shku me mujtë të tanë, sot shkon për disa orë. Sikurse me aeroplan njeri sot shkon në Kinë, ose edhe më larg se Kina, shkon në Amerikë ose dikon tjetër. Dhe me thonë edhe njerëzit lëvizjen në treg, shkojnë në Kinë për treg, për me bë tregti. Po edhe teknologjia sot me interneti ka bë që njerëzit me pas qasje, me pas akses në për bursat e ndryshme. Dhe janë në gjendje, dhe me thonë, mi ul çmimet edhe mi ngrit çmimet kur bursat dallojnë. Për shembull ngritja e çmimit të arit, të argjendit, të naftës ose ulja atyne, sot domethënë është që ndodh në sekonda. Dhe njerëzit domethënë ndikohen pe atyne çmimeve ose ngritjes ose uljes së këtyre çmimeve në sekonda duke vështruar bursat që kanë online. S'ka nevojë ai me shku në një vend tjetër për me kuptuar se a u ngrit çmimi, as u ngrit çmimi, po mirë po çmimi pra i këtyre mallrave është që mundet me vrejt aty për aty. Ky është ai qëllimi i fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa tataqarabu al-aswaq, do të afrohen tregjet. Pra në këto aspekte të ndryshme. Pra qëllimi me tërë këto që folëm, që i përmendëm në raste të ndryshme, është se lejohet që njeriu me i apliku hadithet e ndryshme që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke përmendur se për qëllim me to janë ngjarje të caktuara ose çështje të caktuara, mirë po duke pasur parasysh rregullat që kanë përcaktuar dietarët. Çështja tjetër që është më rëndësi është se aplikimi ose zbritja e këtyre teksteve në realitet zakonisht ka të bëjë me shenjat e vogla të kiametit, sepse kur t'ja nisin me ndodh shenjat e mëdha të kiametit, domethënë duke nisë nga Dejjalli, zbritja e Isa alayhis salam, dalja e Xhuxhit e Mexhuxhit, dalja e kafshës e cila do t'i damkos njerëzit, domethënë ato janë të cilat ndodhin në mënyrë të një pasnjëshme dhe nuk ka ndonjë dallim të madh sa për këtë kohës rreth daljes së tyre. Domethënë ato kur dalin njëra vjen pas tjetrës. Mirë po këto shenja të vogla, përveç shenjave të mëdha, për arsye se dietarët kanë dalë shenjat e kiametit në dy grupe të mëdha, në shenja të mëdha të kiametit edhe në shenja të vogla të kiametit. Tash sa i përket shenjave të vogla të kiametit, kanë thënë se këto shenja të vogla të kiametit mund të ndahen në disa nën kategori. Ka shenja të vogla të kiametit të cilat kanë përfunduar edhe nuk do të shfaqen më. Sikurse vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një prej shenjave të kiametit, mirë po shenja e cila ka ndodhur, mos ka mundësi me ndodh. Janë disa shenja të vogla të kiametit të cilat shfaqen, po ka mundësi edhe më përsërit, her pas here. E bile para se me ndodh kiameti ka mundësi më shpeshtu.
ndodhi atyne. Dhe grupi tjetër ose kategoria e tretë është që ka për shenjave të vogla të kiametit që nuk kanë ndodhur ende. Sa i përket këtyne shenjave të para, domethënë atyne të cilat kanë ndodhur dhe kanë përfunduar, dhe atyne të cilat kanë ndodhur po mundën më përsërit her pas here, këtu kanë të bëjmë domethënë me aplikimin e teksteve që kanë ardhur nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ngjarje të caktuara, që do të thotë se ka mundësi njeri mi apliku tekstet nëse i përmbahet rregullave që i kanë përcaktuar dietarët. Më vonë do t'i përmendim shumë për rregulla që i kanë përcaktuar dietarët, për arsye se nëse dikush nuk e respekton këto rregulla, atëherë bëhet ose mund të kalu në sharlatan, mund të kalu në falltar, në orakull, i cili flet për ngjarje të cilat ai nuk ka dituri për to, të cilat janë pra që kanë të bëjnë me gajbin. E sikur se ai, domethënë, mendon se ato kanë menduar kështu dhe jep bile pa mundësi me jep edhe datën e caktuar se filan ngjarja do të ndodhë mas një viti ose me këtë datë edhe shpesh herë nuk ja qellojnë. Në të vërtetë, domethënë, shpesh herë nuk ja qellojnë. Çështja tjetër me cilën do ta përmendim që ka të bëjë me këtë domethënë problematikën e zbritjes dhe aplikimit të teksteve në realitetin tonë, është se në kohrat e sodit ka shumë njerëz që kanë shkruar libra të ndryshëm, po ka edhe të atill të shumë që dalin në internet, të cilët flasin edhe marrin vëmendjen e njerëzve dhe flasin se ka ardhur koha e filan ngjarjes edhe ka ardhur koha e filan ngjarjes. Këto e vrejmë si në botën arabe, si tek ne, nga ata të cilët të quhen konspiracionist, ose njerëz të tjerë që merr mendja që ka ardhur koha e filan ngjarjes ose filan shenjes së kiametit. Domethënë ka njerëz të shumt dhe ata janë që ndikojnë shumë për arsye se më herët kemi përmendur se njerëzit janë kuriozitarë, janë kurioz me ditë për të ardhmen e tyre, sidomos me ngjarje, për ngjarje të mëdha që do të ndodhin. Dhe është një instinkt i brendshëm që Allah Azza wa Jall e ka mbjell në vetveten e njeriu, në trupin e njeriu, në shpirtin e njeriu që me kuriozitet për me njoftë të ardhmen. Kjo sigurisht që Allah Azza wa Jall e ka mbjell, kjo shërben që njeriu domethënë edhe me besu, me besu të gajben në përgjithësi, çka të bëjë me xhenetin, me xhehenemin, me ngjarjet që do të ndodhen nesër në ditën e kiametit, që domethënë gjërat e ndryshme, kjo i ndihmon, domethënë ky instinkt e ka anën pozitive që i ndihmon. Po ka nëse përdoret gabimisht nga njerëz të ndryshëm, nga falltarë të ndryshëm, atëherë mund me ndikojë edhe negativisht. Shumica njerëzve që flasin sot, flasin pa dije. Përmendëm në fillim se njerëz të ndryshëm, domethënë bëjnë skenare të ndryshme, i japin këtyre skenareve role të ndryshme dhe përmendin personazhe të caktuar dhe pastaj mundohen me gjetë ndonjë tekst që ka ardhur në Kur'an ose në Sunet e pejgamberit alayhis salam, edhe më thonë se me të vërtetë ka ardhur koha e kësaj edhe asaj dhe ky është personi. Bile disa prej dietarëve përmendin se thotë kemi lexuar nëpër forume të ndryshme, nëpër vende të ndryshme, pa dhe sot njeriu, domethënë mund me dëgju gjithçka dhe më u çudit me prej njerëzve që se çka flasin ata. Ka njëri prej dietarëve thotë e kam dëgjuar ose kam lexuar në një vend që së shpejti ka me pas një luftë të madhe mes të Amerikës dhe Kinës dhe Mehdiu do të del nga Tajvani. Domethënë Mehdiu pe tajvanez. Tjetër kohë për shembull në kohrat e mëhershme, kur u bën disa pe lufta e Xhirit edhe që ka pas problem Saddam Husseini me domethënë me dikon dhe kanë thonë dikush për shembull u dalën për krahjet e tij, kanë thonë Mehdiu është Saddam Husseini. Tjetër ka thonë është Saddam Husseini është ai Sufjani i cili do ta lufton Mehdiun. Dikush tjetër ka thonë domethënë mendime të ndryshme duke i zbritur në një njerëz caktuar. Mirë po kanë shkuar ata persona, kanë vdek, janë mbytur ose janë ekzekutuar dhe këta persona që kanë folur për ta që janë ato personazhe që janë me të vërtetë që janë Mehdiu ose Sufjani ose të tjerë, ka zbuluar atë farë dallaveret e tyne, ka zbuluar atë farë gënjeshtën e tyne dhe hamendjen e tyne. Çështja tjetër me rëndësi është se aplikimi
i gabuar i teksteve në realitetin objektiv, në realitetin tonë e ka një rrezik të madh. Do të thonë njerëz të ndryshëm të cilët folin, qoftë ata njerëz laik, njerëz që s'kan dije, ose dikush që ka lexuar disa prej teksteve dhe mundohet vend pa vend me i apliku ato në realitetin objektiv, në qoftë se këta i aplikojnë këto në mënyrë gabume, do të vërejmë se ka një rrezik shumë të madh. Për këtyre rrezikeve është më së pari se këta folin për Allahun azza wa xal pa dije. Dhe që është një prej gjunave të mëdha. Pra, fillimisht këta e kanë përfituar diçka, dhe pastaj u mundu me gjetë një tekst, ose nga Kurani ose nga hadithi pejgamberit alayhis salam që flet sipas tekave të tyre. Dhe domethënë duke u mundu që ata me e zbrit në realitetin objektiv, atëherë e vërejmë që domethënë e huqin dhe flasin për Allahun azza wa xal pa dije. Domethënë që është një prej gjunave më të mëdha. Me fola për Allahun azza wa xal pa dije. Çështja tjetër është se aplikimi pa dije dhe pa kthyet dietar i këtyre teksteve ka pasoja shkatërruese për shoqëritë. Po do më marr një shembull, me këta edhe me kuptu drejt se çfarë pasoja të mëdha ka kur dikush flet edhe thot diçka edhe zbret një hadith ose disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ngjarje të caktuara se çfarë pasoja shkatërruese mund të marrë për shoqërinë. Në vitin 1979 ka ndodhur një ngjarje e madhe në Mekë, në Qabe. Janë disa persona të armatosur me datën 1 Muharram në vitin 1400 Hijri. Do thonë edhe datën e kanë zgjedh. 1 Muharram, një fillimi i vitit Hijri, fillimi i vitit 1400 Hijri. Në Haram pas namazit të sabahit, do thonë ende ka pas aty haxhiler. Pas namazit të sabahit, rreth 200 persona i kanë mbyll atje dyert e haremit dhe janë dalë edhe i kanë thonë njerëzve se është ka një person me emrin Gjuhejman el-Utejbi, ai ka dalë edhe ka thonë është një person i cili ka emrin Muhammed ibn Abdullah al-Qahtani, duke menduar se ai është Mehdiu, dhe ka thonë Allahu Akbar, është shfaq Mehdiu, ky është e ka emrin Muhammed ibn Abdullah, Gafisi Kahtan, se Mehdiu Gafisi Kahtan, çështë kanë bërë një farë tefsiri, dhe me ka emrin Muhammed ibn Abdullah, dhe ka pas të afërm të tij, dhe thotë çunu edhe jep një besatimi këtina, se kjo është Mehdiu që ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njerëzit kanë ia dhënë besatimin Mehdiut mes të Hajarul Aswadit edhe Ruknul Yamani. Atëherë jep një besatimin atij. Kanë qenë pra rreth 200 persona, të cilët kishin pas futur armatim në për këto arkivolet, duke menduar se po ka gjenaze, aty në vërtet kanë shti armatim. Dhe pastaj ata e kanë përdorur në atë momentin kur ka ardhur ajo, domethënë pika 0 ose koha 0, kur domethënë pas namazit të sabahit. Dhe pastaj dikush arrin me shku ma vonë, domethënë me dal prej Qabës, dikush mbetet aty, një pjesë e besimtarëve, haxhilerëve që kanë mbetur aty, njerëzve kanë patën mbet në Qabë. Patën mbyll dyert e haremit dhe pastaj patën thirrë që me dhon besatimin edhe në një farë mënyrë me bën një farë grushteti. Dhe kështu vazhdon, domethënë bllokohet Qabja 14 ditë. 14 ditë edhe anisin pas një periudhe domethënë edhe pushteti, domethënë me i gjuhë edhe domethënë bën aty vrasje të mëdha, edhe vrahet ky Muhammed ibn Abdullah al-Qahtani, ma vonë vrahet edhe ky Gjuhejman el-Utejbi pasi që nxojnë ato dhe ekzekutojnë. Po, domethënë është bërë gjakderdhje e madhe në Haram. Pse? Për arsye se në bazë të disa ëndrave, ta kanë pa ëndër, domethënë ëndra më shumë se sa një person. Dikush ka pa një ëndër, dikush ka pa një ëndër, dikush ka pa një ëndër, se ka më kon Mehdiu në filan dite dhe shkojnë me tjetë tja japën besën. Në bazë të në ëndrave, pastaj kanë punu me ëndra. Kanë punu me ëndra dhe kanë shku atje, kanë përgadit skenarin edhe që me shpallë edhe me jap besatimin këtina Mehdiut, mirë po, çka kanë bërë, kanë derë gjak të madhe. Në fund, kretë janë mbytë ose janë vrah, janë ekzekutu ose janë vrah,
po e kanë cenu shetrin e qabës, shetrin e mujve të cilët janë muj të shenjtë, se muj Muharram është prej mujve të shenjtë, po është o shetrin të muslimanit, edhe të friksimit të muslimanve. Do thonë ka bën fesat të madh. Pse ka ndodhur kjo? Aplikimi i gabumit teksteve për persona të caktuar. Ku mundet me shkatëru, do të thonë çka mundet me pas pasoja. Do të thonë mundet që me shkaktu gjakderdhje të mëdha. Mundet me shkaktu gjakderdhje të mëdha tek muslimanët. Duke menduar se është duke ka orkuha shfaqjes së Mehdiut, ka orkuha këtina dhe me kap me rrok armët edhe me dalë dhe me mbyt njerëzit. Do të thonë aplikimi i gabum mundet me pas pasoja të mëdha për shoqërinë, për vendin, për njerëzit në përgjithësi. Aplikimi i gabum i teksteve, sidomos nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është se formon edhe krijon terren përshtatshëm për pretenduesit edhe për ata të cilët i thonë vetes se janë Mehdi ose njerëzit të devijuar. Pra, kur dikush, domethënë i aplikon gabimisht këto tekste, atëherë vjen mas dikuhe, vjen dikush i cili pretendon, edhe gjatë historisë ka pas njerëz të ndryshëm që kanë pretenduar veten edhe kanë thonë vetes se është Mehdi ose për dikon tjetër që kanë thonë që është Mehdi. Kush e lexon historinë, e vren se ka pas njerëz të ndryshëm. Sidomos për shembull, ka një Ibn Tumert, atje në Andalus, i cili ka pretenduar se është Mehdi. Masanej Ubaydullah ibn Maimun al-Qaddah, ai udhëheqi i shtetit Fatimi. Pastaj ka qenë një Mehdi Sudani, para 100 vjetë ka dalë atje në Sudan, ka thonë vetes Mehdi. Pastaj ka pas njerëz të ndryshëm. Domethënë se cilët ka thonë vetes Mehdi. Domethënë me apliku gabimisht, vend pa vend, e bën terrenin të përshtatshëm që njerëzit pastaj me u besu që tyne deviante, të devijumve, njerëzit pretendues që i thonë për veten që janë Mehdi ose që i thonë të tjerëve që filan festiku është Mehdi. Po ashtu kjo edhe tek disa njerëz mundet me shkaktu që me realizu disa prej interesave të tyre personale, sidomos nga armiqtë e Islamit. Për këtë arsye, shumë prej armiqve, tentojnë me shfrytëzu idenë e Mehdiut për me arrit qëllimet e tyre, sikur se në herën e kaluar që ka ndodhur me Abdullah ibn Saba, një person i cili ka pretenduar se ka pranuar Islamin dhe pastaj u mundu me e prish dhe me shkatërru Islamin nga brenda, dhe ai i cili është që i ka inicu këtë zhvillimin e sektit, është i pari i cili bile i kanë nxit disa njerëz me mendu se, ose me thonë se Aliu është Zot, Aliu është hyni. Është në ekstrem kanë shku. Kjo ka qenë inicuesi. Dhe njerëzit e kanë shfrytzu armisht për me arrit qëllimet e tyre, për me shkatërru ose me dobësu Islamin, po edhe njerëzit e ndryshëm për shembull e kanë shfrytzu ata që me pretendu për shembull filan festiku është Mehdi, po ashtu me arrit qëllimet e tyre dhe ja kanë arrit duke formuar shtetin Fatimit i cili ka qenë në Egjipt, atje ka viti 490 të Hijretit, ose prafërsisht në qëtë kohë, ku një person me emrin Ubaydullah ibn Maimun al-Qaddah është ai themeluesi i këtij shtetit, i cili ka qenë shtet karamita, domethënë aty në njerëzve të cilët janë karamita ma devijanë se sa shiitët. Po edhe në këtë kohë, sikurse Qadianit, sikurse ai Mirza Ghulam Ahmedi, i cili fillimisht është që është shpall edhe ka thonë vetes, ka dalë edhe i ka thonë vetes reformator, masanej ka thonë vetes se është Mesihu, Mehdiu, masanej ka ardhur dhe ka thonë vetes se është pejgamber. Kolonialistët ata të cilët kanë përkrah. Çështja tjetër është se aplikimi i gabueshëm i teksteve në realitetin objektiv është që mundet me shkaktu, me isprovu njerëzit që me përgjigjësu Allahun azza wa jall edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çish mundet me ndodh? Kur vjen dikush që njerëzit i besojnë, ta zonë për shembull se është një njerëz që ka dije fetare, edhe vjen edhe thot hadithet e Mehdiut janë sakta, edhe hadithet që kanë ardhur për filan lufte janë sakta. Pastaj mundohet me i zbatu në realitetin tonë, me thonë se pas disa viteve ka me dalë Mehdiu, se pas disa viteve ka mu shkatëru filan shteti, ose ka me ndodhë filan ngjarje e madhe. Tash njerëzit kanë besim për shembull tek ai.
E pasi që të kem besim tek ai, atëherë në mënyrë të verbër e pasojnë ato. Kur vrehet edhe qartësohet se nuk ka qenë ashtu, edhe u vrej, domethënë që ai ka qenë, domethënë që gabimisht e ka aplikuar këto tekste, atëherë një pjesë e njerëzve mundën me përgjigjësuar Allahun azza xal duke menduar se vetë tekstet janë që kanë problem këto. A problemi është te personi që gabimisht i ka aplikuar. Po njerëzit nuk mendojnë shumë për njerëzit, po thonë problemi tek ka te tekstet. Ose te dikush tjetër për shembull, ndoshta nuk ndikon që me përgjigjësu, po mundet që mos zbraps edhe me deviju ose me u zbej fetaria tina, se te disa njerëz kur të thuhet aty në për shembull ka ardhur koha e shfaqjes së mediu, ka ardhur koha e akhirës zamanit, përgatitur atëherë disa njerëz friksohen për shembull. Edhe ky friksim i tyre ndikon që ata më kthyen fe. Tash kur vërtetohet që s'kon ashtu, vërtetohet e kundërta, që ka, domethënë që personi pas ka rrajt, pas ka gënjur se është vërtetuar që ai nuk e ka thënë të vërtetën, atëherë kjo mund të më ndikojë që ata mos zbrapse, e kanë lidhë fetarinë e tyre për këto, për këtë ngjarje të caktuar. Pra, aplikimi i gabueshëm nga disa njerëz ose nga njerëzit në përgjithësi mund më ndikojë që njerëzit pastaj me përgjigjësu Allahun azza xal dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk i atribuojnë gabimin personave, mirë po teksteve. Po ashtu edhe mundet me ndiku kjo që shumë prej laikëve, jo muslimanëve, me thonë se po pasi që të ka vërtetu që to të ka gabueshme dhe pavlefshme. Ata masanej mendojnë që tekstet janë pavlefshme, atëherë krejt Islami të ka pavlefshëm, se ka mirë. Domethënë, i gjithë Islami është i pavlefshëm dhe nuk është i saktë për arsye se nuk janë vërtetuar ato që na kanë thonë. Kjo i bën edhe është ngjashme këto kur dikush për shembull mundohet tekstet fetare mi apliku në disa që quhen domethënë mrekulli shkencore. Kur dikush gabimisht disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mundohet me apliku gabimisht dhe me thonë se me këtë tekst nga Kurani dhe hadithi pejgamberit alaihi salam është për qëllim filan e vërteta shkencore. Se Kurani ka vërtu filan të vërtetën shkencore. Tash del dikush dhe thotë se ka vërtet. Ai e ka apliku gabimisht. Në të vërtet teksti nuk ka aludu në ta, mirë po njerëzit jo mëndu. Masanej mas pari ai nuk e ka pas parasysh se ndoshta do ka qenë ajo vërtet shkencore, po ka qenë vetëm teori shkencore. Edhe u mundua me apliku tekstin, pastaj njerëzit mund më thonë se, më thonë Kurani se ka i vërtet se po bikan ndesh me shkencën. Problemi ku është? Te personat, nuk është te tekstet, se gabimisht i ka apliku. Po kjo, domethënë, është një rrugë e cila çon deri te asaj që njerëzit pastaj edhe kundërshtarët, edhe jo besimtarët me mendu se Islami nuk ka i vërtet se nuk të kanë vërtetu këto profetësi. A thamë edhe njëherë, ose e personitëm disa herë që problemi qëndron tek njerëzit që gabimisht i kanë apliku këto tekste në realitetin edhe pastaj jo është në vishkja e Islamit dhe njerëzit pastaj edhe mendojnë që Islami nuk është i vërtet se kanë të vërteta këto që ka thonë filan hoxha ose filan personi i caktuar. Këto janë disa çështje me rëndësi që meritojnë me u përmend që kanë të bëjnë me ato se sa ka rrezik të madh për aplikimin e gabuar të teksteve ka Kurani së Sunetit në realitetin objektiv. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.